Leona, të përshëndes, mbi çfarë argumenti është marrë ky vendim nga gjykata ditën e sotme dhe si ka qenë ecuria e këtij procesi gjyqësor? Të përshëndes, gjykata e Durrësit ka liruar nga qelia ish efektivin e Ereneas Arber Papleka, i cili ishte dënuar për vrasjen e Pierin Çuvanit 4 ditë para zgjedhjeve të 25 maj të vitit 2021 në qytetin e Elbasanit. Lirimi i këtij fundit ditën e sotme është bërë pas kërkesës së tij në muajin qershor për të liruar me kusht me argumentin se ka kryer një pjesë të madhe të dënimit dhe me këtë argument gjykata e Durrësit ka vendosur që në fakt të liroj me kusht ish efektivin Ereneas Arber Paplekaj. Pas në fakt ky fundi u dënua fillimisht me 22 vite burg nga gjykata e Elbasanit, ndërkohë pasi çështja kaloi në apelin e jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, këtij u bë mundur ulja e dënimit me 15 vite burg dhe mbeti si dënim përfundimtar dënimi i tij me 7 vite burg, ndërkohë ndryshoi edhe akuza nga vrasja në rrethana cilësuese në vrasje në kushte e tronditjes psiqike. Kujtojmë se nga shkëmbimi i zjarrit mbeti i vrarë Pierin Çuvani dhe të plagosur 4 persona, përkatësisht Emiliani Pringa, Paulin Vuksani, dhëndri i Xhuvanit Edion Budani dhe efektivja e policisë Gjensila Sota. Ndërkohë Paplekaj pranoi krimin dhe u vetdorëzua në repartin e forcave të Ereneas në Tiranë, duke thënë se qëlloi për vendmbrojtje pasi fillimisht u qëllua nga persona që sipas tij po blinin vota, ndërkohë me vendimin e dhënë ditën e sotme nga gjykata dhe me njohjen e pretendimeve të mbrojtjes se Paplekaj ka kryer një pjesë të madhe të dënimit, ky fundit u lirua me kusht. Sa kaq sot në prokurorinë e posaçme ka qenë edhe Ilir Meta për dhënë dëshminë e tij vullnetare para prokurorëve për ngjarjet para dhe pas 21 janarit të 2011-s. Dua t'ju kujtoj në fakt se Meta e ka bërë publike ofertën e tij për të dëshmuar para drejtësisë për dosjen më të nxehtë të saj, cilat janë informacionet që kemi për këtë çështje. Po, në fakt, për më shumë se 2 orë, ish presidenti Ilir Meta ka dëshmuar në SPAK lidhur me ngjarjet para dhe pas 21 janarit. Ky fundit la qelin dhe rreth orës 10 u shoqërua me forca policie në prokurorinë e posaçme ku ka dhënë shpjegime përpara prokurorit të çështjes Alfred Shehu. Në fakt, Meta kishte bërë një kërkesë më parë që të jepte shpjegime dhe të jepte të dhëna të cilat sipas tij grupi hetimor nuk i dispononte. Nga ajo çka kemi arritur të mësojmë, mendohet se deri në këto momente Meta ka dhënë detaje të reja, por ka dhënë edhe prova të reja që përfshin ish ministrin e brendshëm Lulzim Basha, ndërkohë mbetet për të parë se çka ka dëshmuar më së shumti lidhur me këtë ngjarje ish presidenti Meta. Në atë kohë ka mbajtur postin e zëvendës kryeministrit dhe ka qenë zanafilla në fakt për protestën e 21 janarit pas publikimit të video filmimit Meta Prifti, ku këta të fundit bënin pazar për vlerën 700.000 euro në këmbim të koncesioneve të licencave për një hidrocentral. Ndërkohë, hetimet për këtë çështje SPAK i ka nisur në korrik të vitit të kaluar, pasi u regjistruan për veprat penale të vrasjes në rrethana cilësuese kryer në bashkëpunim kundër 2 ose më shumë personave, si dhe shpërdorim të tyre dhe pengim të drejtësisë. Meta ditën e sotme ka dhënë shpjegime para prokurorit të çështjes për më shumë se 2 orë, por organi i akuzës në fakt ka intensifikuar hetimet gjatë kohëve të fundit, pasi janë marrë në pyetje ish presidenti Bamir Topi si person që ka dieni lidhur me 21 janarin, por edhe të figurat kryesore të kësaj ngjarje, ish ministri i brendshëm Lulzim Basha dhe ish kryeministri Sali Berisha. Leona, sa kaq në momentit që ne flasim në gjykatën e posaçme është paraqitur për verifikimin e masave të sigurisë drejtoresha e Akshit, Linda Karçanaj, dhe të arrestuarit e tjerë për dosjen e tenderave të Akshit. Cilët janë ata dhe për çfarë akuzohen? Po në fakt seanca lidhur me shpërdorimin e dhënies së tenderave nga Akshi është ndërprerë për 3 orë, pasi avokatët mbrojtës të personave të përfshirë në këtë çështje kanë kërkuar kohë që të njihen me aktet hetimore, ndërkaq që vetëm disa ditë më parë prokuroria e posaçme lëshoi 8 masa sigurie ndaj 8 personave të përfshirë në këtë dosje, 6 prej të cilave janë ekzekutuar, ndërkohë 2 masa arrest me burg të dhënë për biznesmenin Ermal Beqira dhe Ergys
Sagasi nuk janë ekzekutuar ende pasi pas kontrolleve të bëra nga Byroja Kombëtare e Hetimit këta të fundit nuk janë gjetur, ndërkohë në gjykatën e posaçme janë paraqitur ditën e sotme Mirlinda Kërçanaj, drejtoresha e Akshit, ndërkohë edhe zëvendës drejtoresha Hava Delibashi, zëvendës drejtoresha e këtij institucioni, nuk kanë pranuar asnjë nga personat të cilët janë paraqitur në GKK për të dhënë shpjegime lidhur me dosjen për cilën po hetohen, por vetëm avokati i Mirlinda Kërçanajt ka thënë që nuk kanë asgjë për të thënë deri në këto momente. Këta të fundit akuzohen për një sër veprash penale, të cilat përfshin shkeljen e barazisë në tendera, në formën e veçantë dhe në formën e bashkëpunimit të një grupi të strukturuar kriminal, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja veprave penale nga organizata kriminale, ndërkohë dy biznesmenët të cilët nuk janë ekzekutuar masat e sigurisë ndaj tyre akuzohen për konkurrencë të palishme përmes dhunës, heqje e palishme e lirisë, shkelje e barazisë në tendera, pastrim parash dhe grupi strukturuar kriminal. Lidhur me këtë ngjarje, në fakt kemi patur edhe pezullimin e zëvendës drejtorit të Tiranës, i cili është paraqitur dhe ky i fundit në GKK për të njohur me masën e sigurisë. Ai akuzohet për konkurrencë të palishme nëpërmjet dhunës dhe grupi strukturuar kriminal. Mirë Bleona, do të mbetemi patjetër në pritje të marrjes vendimit nga ana e gjykatës posaçme. Unë falenderoj për momentin për detajet që ndave me ne.